ose ne do të pim një nga këto pijet energjike, janë shumë të fuqishme, ato janë sa për 20 kafe bashk, mund të ndikojnë shumë mirë në momentin e parë, dhe ato shtojnë oreksin për të pirë vazhdueshmërisht, në mënyrë të vazhdueshme, edhe pse bëjnë dëm. Dhe ajo që ne shohim ke të gjitha ata personat që kanë krijuar varësi ke pijet energjike, janë persona që për mendimin tim, nëse do t'i bësh një test, ente gjakut të tyre dhe kapilarët në tru do të jenë shumë të ngushtuar, që do të thotë ata nuk, sado që t'i edukosh, nuk ndryshojnë dot. Do të thotë që edhe gjykimi i tyre është pak më i cegët, mund të them, në shumë aspekte, për arsye sepse është dëmtuar dhe janë rrudhur disa enë gjaku dhe disa kapilar në tru. Pra, duhet të theksoj se këto janë ushqime që e dëmtojnë shëndetin, sidomos në kur bëhet fjalë për meshkuj që duan të jenë vital, edhe kur bëhet fjalë për vajza dhe femra që duan të arrijnë një shtazani të rregullt.